Në takimin e 20 të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asocimit Shqipëri-Bashkimi Evropian është vlerësuar puna e prokurorisë së posaçme. Raportuesi BE-s për Shqipërinë Andreas Schieder tha se SPAK është jashtëzakonisht i pavarur në mënyrën se si operon. Ai theksoi se SPAK nuk i fut njerëzit në burg, por janë gjyqtarët që vendosin për rastet. Ja ka miratuar strategjinë antikorrupsion 2024-2030 dhe kjo është shumë rëndësi. SPAK-u është një nga institucionet që është themeluar, është jashtëzakonisht i pavarur, ligjërisht dhe në mënyrën e operimit të vet. Unë jam politikan dhe gjithmonë kjo hapësirë kërkon diskutim, mirë po në fund duhet pranojmë që institucionet e pavarura marrin vendimet e tyre dhe në fund nuk është SPAK-u që i fut njerëzit në burg, po janë gjyqtarët që vendosin për rastet. Po, ka kritik për numrin e kufizuar personelit dhe kozgjatjes mandateve, kjo është një çështje ku Shqipëria duhet të punojë, pra kur bëhet fjalë për ndjekjen penale dhe paraqitjen apo thirrjen në gjykat, kjo është një çështje jo vetëm që lidhet me disponueshmërinë e burimeve, hetimeve, por edhe kompleksitetit të rasteve. Duke ju referuar raportit të KS, Schieder u shpreh se ai tregon për progresin në luftën kundër korrupsionit dhe për adresim të korrupsionit të nivelit të lartë. Raporti i Komisionit në vitin 2024 nga Komisioni Evropian tregon për progresin në luftën kundër korrupsionit dhe adresimin e korrupsionit të nivelit të lartë dhe mendojmë që kjo është shumë e rëndësishme dhe në numër njerëzish janë hetuar, ndjekur penalisht dhe dënuar për shkelje të natyrës së korrupsionit. Përveç kësaj, korrupsioni mbetet një problem dhe është një projekt interesant i qeverisë në Shqipëri që është inteligjenca artificiale, pra që mund të ndihmoj po ashtu me ndihmën e inteligjencës artificiale që të punohet në këto çështje. Mendoj që me që problemi nuk ka të bëjë vetëm me politikën, por ekonominë, kompanitë e huaja që planifikojnë të investojnë. Eurodeputeti Christian Terres kritikoi reformën në drejtësi. Ai tha se SPAK merret me 1% të çështjeve penale, ndërsa pyeti se çfarë ndodh me 99% të çështjeve të tjera në gjykata, kur nuk ka gjykatës e prokuror të mjaftueshëm. Unë i dëgjova këto që u thanë sot dhe dje për reformën e drejtësisë. Është shumë mirë në letër kjo punë. Të gjithë flasin për SPAK-un, por SPAK-u merret vetëm me 1% të çështjeve penale në vendin tuaj. Çfarë ndodh me 99%? Të tjera, kur s'keni gjykatës prokuror të mjaftueshëm, në qoftë se pas 15 vjetësh, kërkon 15 vite që një çështje të përfundojë në Shqipëri, duke pasur parasysh historinë tuaj, është më lehtë që dikush ta marrë drejtësinë në duart e veta. Dhe vetëm kohët e fundit një gjykatës u vra në sallën e gjyqit, u qëllua në kokë me shumë plumba, jo me një plumb. Dhe kur e pash në media, shumë njerëz lavdëruan vrasësin, thanë që është hero, sepse ju deshën një dekada, nëse zgabohen për ta përfunduar. Dhe ai e kuptoi se nuk mund të merrte drejtësi. Duke respektuar ligjin, edhe ai ka thënë atëherë do ta bëj vetë drejtësinë dhe e vrau gjykatësin, dhe kjo duhet jetë një thirrje për të gjithë, që të zgjojë të gjithë, jo vetëm ju në parlament, shoqërinë civile, institucione, po për të gjithë ju që jeni këtu. Eurodeputeti tha se nuk duhet të zvarriten proceset gjyqësore në Shqipëri, ndërsa e cilësoi si rast shqetësues vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit.